Tashi Sazane Yavloro Canino. Sapti vjetër moj, sapti do punoj. Shto mëngjese në verin Enver Hoxha's mausoleum pyramid in central Tirana is used today for trade fairs. Albania spent a large part of its state budget on military expenditure, including 700,000 bunkers for a population of 3 million. Enver Hoxha's bronze statue was removed from the Skanderbeg Square after the fall of the regime in 1991. Është një akt shumë barbar dhe kriminal që ndodhi me rrëzimin e monumentit të Enver Hoxhës. Duhet të vetë qartë se nuk ishte populli ai që e rrëzoi monumentin. Ai pushteti i borgjezisë atje nuk do të lejonte të bënin një vandalizma, si që bërën ca turma të pakënaqura e paguara në veçanti nga reakcioni ndërkombëtar, sa që gjallë ata e turkistit e tonin, e respektonin, dhe pra thash, nuk e hoq populli, atë e hoq reakcioni i jashtëm, i brendshëm, sepse duke goditur simbolikisht monumentin, ata godisnin Enver Hoxhën, ata godisnin socializmin në Shqipëri, ata godisnin të ardhshmen e Shqipërisë. Pozorja shloje, unë e kam mësuar dhe dekën ajsi, disa vargje të Paskal Zotës, poetit tonë antar i Komitetit Qendror, i cili është një rebel kundër fashizmi, ka thënë shoku i Miloshi për to, disa vargje shkurt i kam redaktuar. Një minut. Enver Hoxha s'ishte perëndim, ai ishte më njerëzore dhe kishte një zëmër të tillë, sa mban peshën e një kombi. Dhe pastaj, populli këndon. Dili të shikoni yllin e karvanit, atë që na çliroi nga zgjedhja e barbarit. Krenonë në Shqipëri, me birin tënë të morë të lartë, për djalin tënë që veç lavdi, do t'i thurë, kjo tokë e lashtë. Enveri në mpre, si që tërsin, të shojnë të njegulash pa besim, të mostrozim nga rruga e 8 nëndorit, të qëndrojmë zgalem në suferim. Partia Komuniste e Shqipërisë, vepra e pavdekshme e Enver Hoxhës, flamur mbajse përballë stuhisë, do të prinë në rrjedh të kohës. Ja kush është Enveriada, vetë Enveri në timon, vetë sotmja dhe ardhma, që vepra e tij kombin ndriçon. Lavdi veprës së Enver Hoxhës. Dhe harrova, jo se harrova, për rinin që fakt nga përfajson gjakuja 2 djemë, gjakuja fjali tjetër nga Shkodra që vendosi kurore, gjakuja 1 djemë të nga Kosova, të na shtynë për barë. Zorë, Koli. Hajë, Zorë. Bajqin e barë, këtoj që të tjetë. Edhe drejta të gjurën e të mamë që kemi. Drejtë një bashkimit për gjithëshëm. Dhe unë të shëroj, të apim një shtet të veçantë, me emrin tim e të gjithë ju shokve, për shokve si Miloshi, që kishe përgatit një material kajtë të mokur, dhe që të gjithë bashkë, sot të qëtym unë për të. Vjetra e vjetra të vjetra. Shokve komunistë,
Do t'ju themi, kemi 17 vjetë, 18 vjetë, që brenda mundësive tona e kemi mbrojtur e Roxha. Po, ka ardhur koha. Ne e kemi mbrojtur dhe do ta mbrojmë me zjarr brenda mundësive tona. Por, ka ardhur koha, më fjalë, ka ardhur koha që me mësimet e Roxhës të hidhemi në barikadë. Fashizmi në Shqipëri sot duket i fortë. Ai është i fortë përderisa ne nuk do t'jemi në barikadë. Kur ne të ngrihemi në barikadë për të vdekur, siç kanë vdekur ju siguroj se kapitalizmi në Shqipëri, fashizmi në Shqipëri e kudo qoftë do të dridhet prej nesh dhe ajo e ardhmja jonë do të triumfojë. Ne luftojmë për kombin, rrofë të koha, rrofë Shqipëri që në ardhur nga Shqipëria. Unë jam një komunist me një përvojë të vjetër dhe që i kam qëndruar besnik idealeve të mia komuniste. Idealeve të Marxit, Engelsit, Leninit, Stalinit dhe Roxhës. Ëndra ime është që populli shqiptar, siç do të dëshiroj për gjithë popujt e tjerë të botës, të bëjmë progres përpara. Dhe ky progres për popullin, jo për burgjezin, do të jetë real vetëm qoftë se populli do të jetë në fuqi. Populli do të ketë pushtetin e vet. Në qoftë se do të rikthehet pra pushteti popullor dhe socializmi. After her fall from power, Nejmiye Hoxha was thrown out of the family's official residence, which has been unoccupied ever since. Today, the widow lives in a couple of rooms in a closed-down chicken farm next to a motorway intersection on the edge of the city. Përveç që mungon fizikisht edhe prezenca ti, mungon në bashkëbisedimin. So she means like him like physically and a dialogue. Më mungon kur ndodhen përpara problemeve të mëdha And she politike. missed him when she is in the difficult position, political position in Edhe the më front. duhet, edhe nuk jam zgjidhje dot And personale. she can't resolve the problems. resolve the problems. So She Më missed mungon him diskutimi, raja me about një. discussed. her husband. Pastaj unë tashti ka jam gjyshe, kam tre Now she is nipërmesa, grandmother, she has 3 nephews pesë stërnipër. and 5 Stërnipër. Grandchildren. E veri tonë të jashtëzakonisht shumë fëmijë në përgjithësi, pa le të and vetë. very loves to very much children, all the children, not Domethënë më mungon kur kam gëzime. and she missed him when they have something like
We never killed without a reason, she says in 2004 in an interview for German magazine Der Spiegel, and she adds, all the executions that took place were legal. It's good to është mirë të them që në fillim të kësaj pyetje se në përgjithësi në Shqipëri për sa kohë ishte Enver Hoxha në pushtet në krye të Partisë Punës të Shqipërisë, të Partisë Komuniste të Shqipërisë, nuk janë bërë gabime në vinjën e partisë. Gjatin tu